dhe mrekullia u realizua. Rënia në regjimit ateist në 1991 hapi rrugën për rilindjen e kishës, po situata ishte tragjike. Asnjë hierark në detyrë, shumë pak presbiter të gjallë, kisha të shkatërruar ose të kthyer në magazina apo palestra, asnjë organizim kishtar, asnjë edukim teologjik. Në atë moment kritik, Patriarkana Ekumenike dëshmoi praktikisht dashurinë dhe kujdesin e saj për kishën e Shqipërisë. Sinodi i shenjtë dhe i hirshëm i Patriarkanës Ekumenike caktoi profesorin e Universitetit të Athinës, episkopin Andrusus, drejtori i përgjithshëm i shërbimit apostolik të Kishës së Greqisë dhe vendmbajësit e Mitropolisë së Shenjtë Iranopulit Anastasit, si egzark patriarkal, me mision të shkonte në Shqipëri për kontaktet e para me ortodoksët dhe autoritetet e vendit. Zgjedhja një hierarku me përvojë të pasur në veprën misionare me përgatitje të thellë teologjike dhe aftësi organizative u dëshmua bekimi Perëndis për kishën e rilindur.